nga artistë që janë të rinj atje këton pa e krahasuar me Rozanën, kam përshtypje që Jozi dhe Gjesi do jenë goxha të pëlqyer dhe të suksesshëm të pjesa e klubeve. Sa mund Gjesti ka atë pjesën e R&B-s, atë pjesën Karagjoze, atë djalin Çapkan sepse unë e njoh, jam ndër të parë që kam pas koncertin e parë me Gjestin, edhe nuk kam dalë kur me tabelën e dorë të dalë, e kam përmendur vetëm një herë pasi më kam përmendur pse se për krah, pse se për krah. Është shumë djalë i mirë, shumë i shkathët, dhe Gjesti nuk është ai Karagjozi që është atje, sepse në jetën reale dhe në shoqëri është serioz në punë, është korrekt, është, është shumë i gjendur, është pro çdo lloj gjëje që ka të bëjë me muzikën, çdo lloj bashkëpunimi apo çdo lloj gjëje që ka të bëjë me koncertin. Kurse Jozi mbasaj ka shumë vite që e njoh, rreth 2016 mos gaboj, prapë edhe me Jozin nuk e ka ndjenjë njëri që ka marrëdhënie shoqërore shumë të mira. Është djalë shumë i mirë dhe është muzikant shumë i mirë. Ka super. Ka mbaruar Akademinë e Arteve, kështu që për kanto mos gaboj për diçka. Edhe kam përshtypje që që Gjesti dhe Jozi duhet të kenë një bashkëpunim. Po jo të dalin një klip. Do të kenë bashkëpunim, po jo të dalin një klip bashkë. Sepse është konstante shumë ndryshe. Po. Sa pretendohet, domethënë sa parashikon ti duke qenë se një mirë këtë treg që mund të paguhet Gjesti për një natë koncert në Tiranë, po e zëm pas përfundimit të Big Brother. Në moment që Gjesti fiton Big Brotherin, Jozi fiton Big Brother. Shikoj, unë mendoj që Gjesti e meriton ta fitojë shkaku sepse është i vetmi person që ka përballuar 2 Big Brother në një afat kohor 150 ditë mos gaboj, dhe është i vetmi person domethënë që ka qenë i zhurmshëm në të dyja biget për të bërë një super aktivitet energjik. Pavarësisht se ne në Shqipëri këtë aktivitet energjik dhe e pëlqejmë dhe nuk e pëlqejmë shumë, sepse ndonjëherë kërkojmë dhe artikulimin, kërkojmë dhe oratorin, por Gjesti ka vetëm çështjen e gjesteve të veta, por që mendoj se Gjesti fton. Dhe një çmim që mund t'i vendos Gjestit, duhet bënte shumë kujdes me daljen e parë, sepse në moment që do ketë një shifër shumë të lartë, e kupton, do tremen shumë klabe dhe do jetë një gabim që mund të bëhet i vazhdueshëm, e kupton, sepse ka ndodhur nga të tjerë e pastaj do të bëhet edhe nga Gjesti çik problem. Kështu që mendoj se për daljen e parë do të them shifër patjetër. Po thuaj një shifër, sa mendon që mund të paguhet Gjesti për koncertin e parë pas Bigut? Unë kam përshtypje që në daljen e parë për Gjesti do thonë 10-15 euro, do thonë direkt. Edhe kjo do jetë diçka shumë. Është shumë 10-15 euro. Po është shumë, sepse edhe klubi do të jetë shef pak edhe nga ana duke qenë pjesë e klubeve, po. Për marketing, pjesa fillimi do jetë marketing. Okay. Pastaj do shikojmë se si do jetë ecuria e Gjestit në pjesën e koncerteve të zhurmës.